Pretendimet e përsëritura të presidentit amerikan Donald Trump ndaj Groenlandës nuk kanë kaluar paragimin në Europë. Ministri i jashtëm i Gjermanisë i tha radios Deutschlandfunk se Groenlanda dhe Mbretëria e Danimarkës duhet të vendosin vetë për të ardhmen e tyre, duke theksuar se parimi i sovranitetit territorial mbetet i panegociueshëm për Bashkimin Evropian. Mbështetje të hapur për Danimarkën shprehën edhe udhëheqës të tjerë evropian. Kryeministri britanik Keir Starmer deklaroi se Londra qëndron në krah të Kopenhagenit, ndërsa një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme franceze përsëriti të njëjtin qëndrim. Kryeministri norvegjez shkroi në platformën X se Groenlanda është pjesë integrale e Mbretërisë së Danimarkës dhe se Norvegjia është në solidaritet të plotë me të. Nga ana e tij, Donald Trump argumentoi se Shtetet e Bashkuara kanë nevojë për Groenlandën për arsye të sigurisë kombëtare dhe mbrojtjes, duke pretenduar se Danimarka nuk është në gjendje ta garantojë këtë. Megjithatë, Brukseli nuk u bindën nga këto argumente. Një zëdhënës i Komisionit Evropian theksoi se të gjithë partnerët ndërkombëtar janë të detyruar të respektojnë sovranitetin e vendeve të tjera dhe se BE-s do t'i mbrojë këto parime në mënyrë universale. Çështja u rikthye në qendër të vëmendjes dhe pasi mesazhi online nga rrethi i brendshëm i administratës amerikane ku bashkëshortja e zëvendës shefit të shtabit të Trumpit publikoi një hartë të Groenlandës të ngjyrosur me flamurin amerikan, të shoqëruar me mbishkrimin së shpejti. Shqetësimi i veçantë u shkaktua edhe deklaratat e Trumpit për revistën The Atlantic, ku ai tha se ishulli është i rrethuar nga anije ruse dhe kineze dhe nuk përjashtoi përdorimin e mjeteve ushtarake.